Po këto problemet e orientimit dhe politike dhe diplomatike konsideroj që janë shumë më të rëndësishme dhe më të shejta. Pa një, se po e marrë dhe kuan e kolegëve të mi, pa një qeveri stabile, me parashikueshmëri, me natyrisht ekonomia do t'jetë fusha kryesore dhe unë nuk du ta merr kohën sepse vizioni Zotit Hamza do t'jetë në masën më të madhe mirëqenia e qytetarëve të Kosovës, fokusi kryesor do t'jetë aty. Po pa aleanca, as mirëqenia e zhvillimi nuk bëhet. Pa partneritet, as një investitor nuk do të vijet të investojnë në shtetin e Kosovës. Okej. Dhe tash kur jemi ka minutat e fundit. Unë dua të pyes Arjan Tahirin, nxjerrën në dalë Arjan Tahirin edhe mua. Mja shu ka nga mund të nxjerrim kështu. Jo, dua të pyes. Pas këtyre diskutimeve Arjan për çështjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mos pranueshmërinë e Shtëpisë së Bardhë për Kurtin. A mund të ndodhë që Shtëpia e Bardhë të ndroj mendim pasi ta kanë dëgjuar këtë këngë? Nxjerrni këngën që Po Arjan. Tash dy tema, që dy tema janë dy tema, Shtëpia e Bardhë dhe është konga. Po du me lidhë të njo, po du me i bashku. Nëse dë le t'i knujnë, nëse dën edhe le të bohen kallabllake le të rrehen shuplok, e kë le të lexon dë fjalime me rima populliste, po figura më e madhe e kombit shqiptar është Hashim Thoqi. Ky është realiteti. Është ai i riu i cili e ka pas dijen, guximin, vizionin që me kapitalizu ëndrrën e madhe shekullore ndër breza të shqiptarëve dhe me kriju formacionin më të lavdishëm këtij veni, Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, bashkë me shok, me plot shqiptarë. Pa i ka pri. Aja ka pas dijen, guximin dhe vizionin, edhe me transformu gjendjen e shqiptarëve në Kosovë. Që ka qenë prej 1912-s tendencë e rezistencë e sakrificë e gjenerat mas gjenerate. Po u dosht me orë një djalë i ri, edhe kjo bën ato më të madhen, shtetformuesi i shtetit Kosovës, çdo institucione që i gëzojmë na, edhe për marrë të Shtëpia e Bardhë. Ku e kalon Hashim Thoqi dialogun edhe pozicionin e shtetit Kosovës? E kalon Shtëpi të Bardhë. Ku e ka pru kjo? Pe Shtëpisë të Bardhë, kjo e ka pru në villë Tites në Ohër. Këta nëse dëllit i knujnë, nëse dëllit të rrehen shuplok,